Si veprot kur namazi falet me xhamat, edhe në rendin e fundit është vetëm një person, dhe më thonë janë të falë saf në farz, ka me të një person mrapa, ose safi është mushë dhe s'ka vend më, ose ata janë të falë, janë plëtsu safët, e kytë karë më vones edhe ka me të vetëm mrapa, qka me bo? Ka transmetime që nuk ban njeri me nejtë për arsye se nuk i pranohet namazi, por komentimet e ulemave të këti argumenti thënë që është për qëllim nëse një person ka vend safin paraprek, por si lloj inati nuk don me u bashku me ta për mendim madhësie tjerë thotë unë s'du vetëm, unë s'përzihem me juve. Kjo është mesele tjetër. Por më saktë është që safin duhet me mush të plot, s'ban asnjëri me nejt mrapa me lënë safin e parë fat, një vend fat, edhe me thonë po dal mrapa të bashko me ato të bëmi dy veta. Se ai nuk ka përgjegjësi pse ka me të vetëm, edhe safi s'kan përgjegjësi edhe imami, sepse ai edhe pse është vetëm në saf, ai në fakt është me xhamat. Tu fal me xhamat se çashtu ka situata që ai mu fal vetëm, pra nuk ka përgjegjësi, nuk ka problem, edhe nuk është patjetër që me prek dikan, domethënë në krah dhe me shku mrapa një saf që me u bashku me atë shokun tjetër mos me lënë vetëm. Më saktë nuk ka nevojë me prek, domethënë me kthy mrapa. Kjo është ajo që unë kisha me këshillu dhe do ta preferoja në bazë të asaj që e jap si përgjigje dhe mendoj që është më e qeta, më e sakta. Pra pa kompliku situatën, vjen ai falet aty mrapa, lidhet namaz, nuk ka kurfar problemi. As imami s'ka nevojë më ngushtu, as safi i parë s'ka nevojë më ngushtu, as ky s'ka nevojë. Gjithë vazhdojnë, edhe çdo sen është në rregull, namazin i ka në rregull, sevapin me xhamat i ka në rregull. Allahu është i mëshirshëm edhe e do lehtësimin.